Hajde e provojmë këtu e fshim edhe shenjen gisht që e komunët vendosur, kur po fshihet. Kanë kalu disa orë prej fillimit të procesit zgjedhor, kanë nisur ankesat e para të qytetarëve të cilët kanë shprehur shqetësime për shenjat që janë vendosur në gishta në vendvotimet ku kanë votuar. Qytetarët kanë deklaruar se boja ose shenja e vendosur në gisht po largohet shumë lehtë. Kjo është një video që na ka dërguar një lexues i Gazetës Nacionale nga komuna e Fushë Kosovës. I njëjti rast i ka ndodhur një qytetari tjetër që ka votuar po në këtë komunë. Rastet e ngjashme na janë lajmëruar edhe nga komuna e Prishtinës në vendvotimet në Matisan dhe komunës së Skenderajt. Mos harrojmë që rastet e tilla u patën lajmëruar edhe në zgjedhjet e 2025-s, pra të vitit kaluam, kur KQZ-ja kishte deklaruar se shenja e vendosur në gisht nuk është vetëm masë e sigurisë, por që gjatë këtyre zgjedhjeve po duket se ankesat e qytetarëve janë shumë të mëdha në numër. Hajde e provojmë këtu e fshim edhe shenjen gisht që e komunët vendosur kur kanë votuar në vendvotimin këtu te shkolla Pavarësia në Prishtinë. Okej, kjo është shenja domethënë që mu ka vendosur te shkolla Pavarësia në lagjen Matin Ne ose rrugën Muharrem Feza. Po fshihet. Domethënë është me facolet lakt. Tu e provu. Po do më thane ka një farë, nëse mundohesh shtu, po fshihet shumë ma letë se sa hera të kalume që s'ke mujt me fshi 2-3 ditë. Që në tash edhe të një kolege këtu, sa letë po largohet shenja, nëse mundohet 2-3 herë e fshin krejt. Okej, na kemi dërgu pyetje edhe tek KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që me pas se çka po thojmë për këtë çështje, edhe a kanë pranuar ankesa prej qytetarëve. Normalisht ja kanë nisë me na u lajmëruar qytetarë që ngatshëm edhe me fol për Gazetën Nacionale, kështu që ndisni Gazetën Nacionale gjatë ditës së sotme dhe e shohim se çka po thojnë edhe prej KQZ-s ose nëse policia e prokuroria kanë nisë vetëm me mbledh informacione rreth kësaj çështje.